Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se Irani do të paguajë shumë fish për vrasjen e ushtarëve amerikan pasi numri i të vrarëve në konfliktin me Iranin u rrit në 17 gjatë fundjavës, duke shënuar një nga periudhat më të përgjakshme për forcat amerikane që nga nisja e luftës në muajin shkurt. Në një postim në Truth Social, Trump shkroi: "Sa herë që Irani vret një ushtar amerikan do të paguajë shumë fish për atë vrasje." Ai shtoi se ka përcjellur udhëzime për sekretarin e luftës Pete Hegseth dhe kryetarin e shefave të shtabit të përbashkët Daniel Kane. Sipas autoriteteve amerikane, 2 ushtarë u vranë gjatë një sulmi iranian ndaj personelit amerikan në Jordani, ndërkohë mbetjet e një tjetër ushtaraku janë ende duke u identifikuar, ndërsa numri i përgjithshëm të plagosurve ka arritur në 430. Pentagoni bëri të ditur se që nga 7 korriku janë plagosur 100 efektiv, por 96% e tyre janë rikthyer në detyrë. Pas një pushimi të shkurtër, luftimet janë përshkallëzuar sërish me Shtetet e Bashkuara që kanë ndërmarrë sulme ndaj objektivave iraniane dhe Irani që ka goditur forcat amerikane në lindjen e mesme. Shtëpia e Bardhë njoftoi se Trump do të marrë pjesë në ceremoninë mortore në bazën ajrore Dover në Delaware për ushtarët e vrarë, ndërkohë një zyrtar amerikan i tha Reuters se edhe përpara sulmit vdekjeprurës në Jordani, Shtetet e Bashkuara kishin nisur dislokimin e avionëve shtesë luftarak dhe tankerëve për furnizim me karburant në lindjen e mesme. Ish-drejtori i Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit paralajmëroi se përplasjet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit rrezikojnë të çojnë në një përshkallëzim edhe më të madh të konfliktit, duke bërë thirrje për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni. Burimet e Reuters bëjnë të ditur se sulmet e fundit amerikane ndaj Iranit synojnë dobësimin e kapaciteteve ushtarake iraniane, ndërsa administrata Trump ka kërcënuar se mund të zgjerojë listën e objektivave duke e përfshirë infrastrukturën energjetike, ura strategjike dhe objekte të lidhura me programin bërthamor iranian.